Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrin, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Policia në gatishmëri për ndërimin e viteve, numri më i madh i efektivëve i angazhuar në Tiranë, kontrolle për lëndët piroteknike, kapen fishek zjarre kapsolla. Arrestohet 67 vjeçari që përdhunoi të miturën në Pogradec duke e lënë shtatzën, kërcënoi 12 vjeçaren të mostregonte, kishte miqësi me familjen e saj. Qeveria njofton kompensimin e 13.000 familjeve të ish-pronarëve, afro 1.4 miliard lek kalojnë në llogaritë e tyre bankare gjatë ditëve të ardhshme. Vision Plus fton të gjithë shqiptarët të festojnë ndërimin e viteve. Programi i pasur kulmon mbrëmjen e sotme, por vijon edhe në ditët e para të janarit. Presidenti Bajram Begaj ka uruar shqiptarët me rastin e vitit të ri. Kreu i shtetit ka nënvizuar se Shqipëria gjatë 2025-s ka bërë hapa të rëndësishëm drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Begaj në mesazhin e tij nuk ka lënë jashtë vëmendjes as shqiptarët që jetojnë në trojet jashtë kufive. Nata e ndërrimit të viteve është një moment reflektimi dhe përkushtimi ndaj personave të afërm. Ky ishte mesazhi i presidentit e Republikës Bajram Begaj, i cili uroi qytetarët shqiptar suksese dhe jo vetëm. Nata e ndërimit të viteve është koha e reflektimeve, momenti kur ndalemi për të parë çfarë lam pas dhe për të projektuar shpresat tona për motmotin e ri. Kreu i shtetit theksoi se Shqipëria dhe qytetarët e saj kanë dëshmuar ndër vite vullnet për të bërë progres. Viti që po mbyllet ishte një vit përpjekjesh dhe sfidash, ku Shqipëria dëshmoi sërish vullnetin për të ecur përpara. Kemi ende punë për të ngushtuar pavarësitë dhe për të forcuar besimin tek institucionet. Forcuam rolin tonë ndërkombëtar dhe hollëm hapa konkret drejt Bashkimit Evropian. Kemi shënuar progres në forcimin e shtetit së drejtës, në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Nuk harroi të uronte edhe qytetarët e trevave shqiptare. Përshëndetjet më të ngrohta dhe urimet më të mira kam sot për shqiptarët kudo ndodhen, në Kosovë, Maqedoninë e Veriut, Malë të Zi, Luginën e Preshevës, Arbreshët dhe diasporën tonë. Ju jeni pjesa e pandare e këtij kombi dhe energji vitale për të ardhmen tonë të përbashkët. Mesazhin e tij presidenti i vendit e mbylli me bekime dhe me thirrjet për të qëndruar sa më pranë njëri tjetrit. Disa persona janë arrestuar dhe shumë të tjerë janë proceduar penalisht për tregtimin e lëndëve piroteknike. Pak orë para ndërimit të viteve, uniformat blu në të gjithë vendin kanë ashpërsuar kontrollet në subjektet që tregtojnë fshehtas, fishek zjarr dhe kapsolla. Policia vijon të godasë rastet e tregtimit të palishme të shitjes së lëndëve piroteknike në prag të ndërimit të viteve. Në Tiranë është sekuestruar një sasi e madhe lëndësh piroteknike që mbahej e shitej në markete, automjete apo në rrugë. Si pasoj, 3 persona janë arrestuar dhe 9 të tjerë janë proceduar penalisht. Ndërkohë në Vlorë janë sekuestruar nga policia 691 fishek zjarre, ndërsa u procedua penalisht edhe pronarja e subjektit tregtar që i shiste. Të paktën 3 dyqane të tjerë u konstatua në qytetin e Peshkopis, ku mbaheshin sasi fishek zjarresh dhe kapsollash, në kundërshtim me rregullat dhe kriteret e përcaktuara. 3 persona u proceduan penalisht dhe u sekuestruan kutit me fishek zjarre. Edhe në Maliq u konstatua një market në të cilën mbaheshin në mënyrë të palishme 48 kuti me lëndë piroteknike, me më shumë se 2800 kapsolla, ndërsa u procedua penalisht pronarja e subjektit. Policia ka bërë disa herë apel për të gjithë qytetarët që të mos përdorin dhe të mos tregtojnë lëndë piroteknike, pasi kjo veprimtari që përbën në rrezik për jetën dhe shëndetin e tyre ndëshkohet nga ligji. Policia e shtetit ka nisur zbatimin e planit të masave për ndërimin e viteve. Vëmendja kryesore është përqendruar në Tiranë, aty ku pritet që edhe festimet gjatë natës të jenë më masive. Në gatishmëri të plot do të jetë policia natën e ndërimit të viteve për të garantuar rend dhe siguri. Pjesën më të madhe të planit të masave mban kryeqyteti, ku do të ketë një numër më të madh të efektiveve për shkak të aktiviteteve që priten të zhvillohen në kuadër të festimeve që janë parashikuar sidomos në mesnatë. Në gatishmëri do të jenë të gjitha komisariatet, por ndërkohë janë përfshirë në planin e masave jo vetëm efektive të rendit, por dhe strukturat të tjera policore, agjentet e krimeve, si forcat shqiponja dhe ato specialet e të tjerë. Fokusi do të jetë sheshi Skënderbej, zona ish bllokut si dhe zonat e tjera që frekuentohen nga jeta e natës.
Në planin e masave janë parashikuar gjithashtu dhe vendosja pikave fikse të kontrollit në hyrje dhe dalje të qytetit, si dështimi patrullimeve të lëvizshme, me qëllim parandalimin e veprimtarive të palishme dhe rritjen e sigurisë. Qarkullimi rrugor është një tjetër sektor në gatishmëri, ku janë intensifikuar masat për monitorimin e qarkullimit rrugor nëpërmjet kontrolleve të shtuara, përdorimit të mjeteve inteligjente dhe patrullimeve në akset kryesore urbane dhe interurbane. Kontrollet e rrepta të rrugores bëhen me qëllim për parandalimin e aksidenteve, pasi kryesisht të rinjt abuzojnë me alkoolin, sidomos këtë natë. Në gatishmëri gjithashtu këto ditë festive ka qenë dhe policia kufitare, sidomos rinasi që mban peshën më të madhe të hyrje-daljeve në vend. Gjatë dhjetorit ka patur një fluks në rritje të fluturimeve dhe të qytetarëve shqiptar dhe të huaj që zgjodhen Shqipërinë për të kaluar festat e fundvitit. Pas zbulimit të ngjarjes Tronditse në Pogradec, ku një emitur u përdhunua dhe mbeti shtatzën, është arrestuar autori. 67 vjeçari kishte abuzuar me 12 vjeçaren dhe e kishte kërcënuar atë për të mos treguar. Policia ka vënë në pranga 67 vjeçarin Rushan Selko që abuzoi me një 12 vjeçare në Pogradec, duke e lënë atë shtatzën. 12 vjeçareja ka kallëzuar se në muajin gusht 2025 Rushan Selko ka kryer marrëdhënie seksuale pa dëshirën e saj në banesën e tij. Denoncimi është bërë në prani të prindërve të saj, psikologut dhe prokurorit, ndërsa emitura ka deklaruar gjithashtu se është 22 javëshe shtatzën. E terrorizuar fillimisht, emitura nuk u ka treguar prindërve të saj për ngjarjen, pasi Selko e ka kërcënuar vazhdimisht me jetë nëse ajo tregonte. 12 vjeçaria tha para prokurorit se 67 vjeçari Rushan Selko e lidhi në banesën e tij. Kanë qenë prindrit e vajzës, të cilët e kanë çuar për vizitë, pasi ajo po shtonte peshë në mënyrë të pakuptimit, për të zbuluar më pas nga mjekët se ishte shtatzën 4 muajshe. Familjarët e të miturës jashtë kamerave janë shprehur se me autorin e dyshuar kishin shumë miqësi dhe rrinin shpesh në shtëpitë e njëri tjetrit, ndaj nuk kanë patur dyshime që kjo mund të ndodhte. 67 vjeçari është baba i 4 fëmijëve, si dhe është dhe gjysh, ndërsa emitura tashmë ndodhet nën kujdesin e prindërve dhe psikologëve. Policia bën me dije se hetimet po vijojnë për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes, ndërsa për shkak të ndjeshmërisë së çështjes dhe për mbrojtjen e të miturës nuk do të jepen detaje të tjera. Qeveria njoftoi sot kompensimin për më shumë se 13.000 familje pronarësh me një vlerë totale prej 1.4 miliard lekësh. Vendimin e bëri të ditur Ministri i Drejtësisë Besfort Lamallari, sipas të cilit është mbyllur një kapitull i vjetër. Mbi 13.000 familje do të marrin kompensimin financiar për pronat e tyre nga Agjencia e Trajtimit të Pronave. Ministri i Drejtësisë Besfort Lamallari shpjegoi se fondi prej rreth 1.4 miliard lekësh do të shkojë në llogaritë bankare të pronarëve sot edhe në ditët e ardhshme. Ky nuk është thjesht dhe vetëm një akt financiar dhe as vetëm përmbushja e detyrës sonë funksionale, por është diçka më tepër, është një akt drejtësie, është respekt për pronën, për ligjin dhe për qytetarin. Me këtë pagesë që do të marrin nga sot e në ditët në vijim, kompensimi për këto familje, sipas listës së publikuar në faqen zyrtare të ATP-s, quhet i kryer plotësisht dhe ne mbyllim kështu një kapitull të vjetër. Ministri nxiti që kompensimi i të gjithë pronarëve të ndodhë sa më shpejt dhe procesi të mos marrë më shumë kohë. Jemi të vendosur të vijojmë angazhimin ton të palëkundur për ta përmbyllur procesin e kompensimit ndaj të gjithë pronarëve. Kam kërkuar nga Agjencia e Trajtimit të Pronës të ecë sa më shpejt në këtë proces, me transparencë dhe në respekt rigoros të ligjit, duke përmbushur kështu detyrimin që ne kemi ka shi pronarëve të tjerë dhe sigurisht si pjesë e angazhimit ton për standardet evropiane, për një shtet të së drejtës dhe për një të ardhme ku prona, ligji dhe lirit themelore janë të shenjta. Në janar, qeveria zgjati afatin për shqyrtimin dhe vlerësimin e dosjeve të patrajtuara në Agjencinë e Trajtimit të Pronave deri në dhjetor të 2027-s. Ekipet e autoritetit rrugor shqiptar do të jenë në terren gjatë ditëve festive për të siguruar që rrugët janë të kalueshme, veçanërisht në juglindje dhe në zonat veriore ku ka pasur edhe rreshqe dëbore dhe ngrica. ARSH ka marrë të gjitha masa, do të jenë në gatishmëri 130 borë pastruese, 577 mjete të tjera dhe 800 punonjës që do të jenë në gatishmëri 24 orë. Gjithashtu janë prokuruar 5300 ton krip dhe 1800 ton granil që të gjitha akset të jenë të lira, tha drejtori i ARSH-s Amiko Zeli. Ai bëri apel për të gjithë drejtuesit e mjeteve që të pajisen me goma dimërore dhe me zinxhir.
Ekrani Vision Plus ofron një programacion të pasur që do të shoqërojë ndërimin e viteve. Atmosfera festive nisi që në mëngjes dhe do të vijojë gjatë gjithë ditës për të kulmuar në mbrëmje me festë në familje. Ngrohtësia e festave të fundvitit, kur familja mblidhet rreth tryezës dhe momentet ndahen së bashku, shoqërohet më bukur se kurrë nga ekrani Vision Plus. Gjatë këtyre ditëve speciale, ju sjellim një program të pasur dhe të larmishëm, plot humor, argëtim dhe emocione për të mbyllur vitin me energji pozitive. Është një ditë e re në Vision Plus. Dita nisi me live në mëngjes, emisionin që prej kohësh ka kthyer zgjimin në një ritual të këndshëm. Me të ftuar nga fusha të ndryshme dhe tema aktuale, Brikera Prifti dhe Florian Agalliu së bashku me gazetarët realizuan një përmbledhje të ngjarjeve dhe momenteve më të rëndësishme të vitit që lan pas, e po ashtu edhe atmosferës festive. Përshëndetje! Mesdrit erdhi me një puntat maraton ku siç e do tradita, dita e fundit e vitit do të mbyllet me muzikë, humor e receta që do të shoqërojnë tavolinat tuaja. Në orën 15:30, studioja e Living Day hap dyert për të pritur të ftuar të veçantë dhe surpriza festive në moderimin e Brunilda Lahes. Pas edicionit të fundit të lajmeve qendrore për këtë vit, atmosfera festive vijon me Fake Off. Agron Llakaj dhe Albano Bogdo sjellin një retrospektiv satirike të vitit përmes një episodi që nis në orën 19:30. Darka do t'ju gjejë të ulur në tryezat e shtëpive tuaja në shoqërinë e Festa në familje. Në orën 21 nuk do të mungojnë artistët MNZ të momentit që do t'ju shoqërojnë deri në ndërimin e viteve së bashku me moderatorët e Vision Plus. Kam zgjedhur 3 këngë të treja me ritëm, njëra titullohet Do të çmend, tjetra është Si Dukati vogël je, që unë kam sjell në një variantimin para një viti, dhe pastaj kënga e tretë është Kele për mu. Pra këto janë të gjitha këngë pak me melos popullor, që t'jenë por moderne sigurisht, edhe mendoj që këto do jenë këngë të ëmbla dhe të bukura dhe të dashura, dhe mendoj që pse jo, njerëzit duhet të stacionohen te Vision Plus, sepse jemi një grup shumë i mirë këngëtarësh, edhe Visioni është një ekran shumë i dashur për gjithë shqiptarët. Padyshim, duke qenë se unë rikthehem përsëri tek Vision Plusi, do interpretoj një kolazh me këngë popullore nga Leskoviku. Do të jetë një kolazh shumë i bukur që mbart në vetvete ato këngët që shumë njerëz i këndojnë në përgëzime dhe festa familjare. Absolutisht një urim të përzemër të gjitha familjeve shqiptare, uroj që jo vetëm 2026, por çdo vit i ri që vjen digjej gjithmonë mirë e më mirë. Për sa i përket peshës nuk është as pak e vërtetë që un kam peshë kryesore, kemi të gjithë peshë të barabartë, të gjithë japin maksimumin e tyre. Unë thjesht do flas pak më shumë kaq, nuk është çështje peshe, është e rëndësishme që jemi gjithë si një familje këtu dhe prezantojmë Vision Plusin në mënyrë më dinjitoze që mundemi të gjithë bashkë. Edhe ditët e para të janarit janë dedikuar të gjithë familjes. Ekrani Vision Plus do të sjellë Sandokan, një kryevepër botërore me 2 episode ekskluzive, si dhe filma festiv për të gjitha moshat. Gëzuar festat me Vision Plus. Zonja dhe zotrin, këtu kemi përfunduar dhe me edicionin e fundit informativ për këtë vit, duke ju uruar shëndet dhe mbarësi në familje. Bashk do të ritakohemi në vitin e ri 2026. Shpresoj me lajme të mira dhe të gëzuara. Deri atëherë, mirupafshim dhe gëzuar.